mikrofoni. Pa i shoku ndes. A di tjerë të juve? Erdhi aty e filmoj, thashun bëhet që problem. E filmoj aty, bëhet që problem, thashun dhe shturbi pat. Ardhin e pas skelet tokë. Po si ky vit njerë, mua nuk më ka bërë vaki. Jo mua, po të gjithë fermerve. S'ka bërë vaki shumë, ky është viti i rrallë nga të gjithë vitet. Unë pata një sipërfaqe andej masaj kësaj serës, pata një sipërfaqe me 7 lymë sharqi, bera 6 kujtal, shite 3 kujtal me çmim 0, ku the mund 0 me 15 lekë, se jo transporti, edhe 3 kujtal ngelen në mes ogarit, edhe i kam qarë me lopat. Nuk mos mora as një lek fitim. Edhe na që kastraveci që kam këtu, edhe na kjo shqitanja që kujtal me çmim 200 lekë, kurse pjesën tjetër 200 kujtale unë e valla në poshtë, si që shikoni aty që kam hedhur aty. Nga llogaritë tuaja në një vit, sa u vjen shpenzimet që bëni juve për serat, qo për domatin, për kastravecin, për sharqirin? Neve shpenzimet janë të mëdhaja, se ne fidanin e marrim afërsisht me 300 lekë. Fidanin. Qoftë domates, qoftë kastraveci. Plerat janë qik të shtrejnda, edhe vete, themu në vete 6-7 milion. 7 milion lekë vetëm shpenzime me plera me fidan. Unë vetëm lekë të fidanin mora këtu asin gjë tjetër. Unë këtu ka marrën 4 milion lekë borxh. Që i hodha dhe si mora me. Humbje. As nuk është një ri, unë sa që i kjo si vjetë, humbje. Tjetër në pasaj kam qarë me lopat, që të kalbet, edhe 50 lekë, e qa thuaj. 50 lekë, thaj. Tëra gjera, 10 lekë ngele 10 lekë. Sa krerë ka pojdet i ke? 500. 500 krerë. I ke për herë të parë, që po ashtu si mini firmë? Herët e para jam marrë me viqa, nuk para dola mirë me ata. Ta shti e provova njëherë me këta. Në qofë se me këta nuk del mirë, do ta mbyllë stallën, ju e shikoni stallën vetë. Nuk ka rrugë zgjidhje. Me bujqësinë ke provuar me domate si zonë që... Kam dhe sera domatesh kam. Si ke dalë me ato? Po deri vjetë qikë më ndryshe, si vjetë është grop fare. Me sa vajti kilja e si vjetë po thonë me... e kastravecit, e bostanit? Për momentin, po thonë me 300 lekë. 300 lekë i bie që më mirë mos t'i futësh njerëzit fare të vjelin. I bie që nuk ka asnjë lloj interesi. Shikojmë këtu dhe fushën me bostan. Fusha me bostan po të vishti, se kjo është një fushë e kushuririt tim, po të vish shikosh një fushën time atje me 7 lym, nuk ka hequr asnjë kokër. Shpenzimet ka vajtur 4 miliona gjys. Nuk u hoq asnjë kokër. Shitje nuk pate? Asnjë kile. Jo asnjë kokër, asnjë kile. Ndër vite keni aplikuar për subvencione nga qeveria? Keni marrë ndonjëherë subvencione? Unë jo. Nuk ka marrë asnjë. Asnjë lloj ndihme nuk ka marrë.